Të ndërruar gjatar, sot në bazë të dy teksteve të autorëve, Fadil Baraktari, Sami Behrami, Fatos Katalozi, Shpellat të Kosovës. Dhe gjendja e natyrës, raport doktor Ilir Morines, tekst i botuar në vitin 2008-2009, flet pak për gjendjen e shpellave të Kosovës. Kosova shumë bjeshtona, për shqiptarjen pasur na dimë dhe vetë se për ditë jemi në to. Për çdo ditë, për çdo diellë, verë, dimër e krejt, është shumë e pasur me shpella, por to janë të pahulumtume, as nga autorët botëror evropian, as nga autorët autokton të Kosovës. Speologët slovak, kroat dhe bulgar në vitin 1900 e monte 7-8 të shëtit në grupin e Rrugovës kanë pa një shpellë në 8 kilometër që shpesh kemi bërë në emisione dokumentare rreth asaj shpellë dhe kanë hyrën e ta, kanë fillu me zbuluar. Ka ty ka hi një zhytës polak që quhet Dominik Grashnik në një thellësi deri në 12 km. 11 km deri në 12 km edhe ka zbuluar gjarësin, thellësin edhe resurset që gjinin në shpellën në Grykën e Rrugovës, se aty ka lumej, ka liqej, ka kristale, të cilat kristale e mrena 7 vite rriten 1 cm, 1 cm, kështu që është një bukuri e rrallë natyrore, shpellat posedojnë vlera të rralla natyrore, shkencore, edukative, arsimore, turistike dhe janë vlera për realizimin e ekspeditave hulumtuese dhe turistike në masivin e Alpeve shqiptare. Speologët e Pejç, shoqata e speologët e Pejç me emrin Arganit, para disa vite këtë shpellë ka pagzu me emrin Gryka e Madhe, e kanë pagzu me këtë emrin për arsye se është në shpellat më të mëdha të Kosovës. Kjo shoqatë bashkëpunon me speologët slovak, kroat, bulgar dhe sloven. Por ekziston vetëm me mjetet vetanake të kësaj shoqate. Prandaj në mënyrë vullnetare ata bojnë hulumtime në Kosovë, në shpellat e Alpeve shqiptare të Kosovës. Speologët e shtetit të jashtme për marrë me hulumtue një shpellë duhet me marrë leje nga komuna ku graviton shpella. Duhet me marrë leje nga Ministria për Mbrojtjen e Natyrës, Ministria e Ambientit Natyror, Ministria e Fuqisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit të Kosovës, Instituti për Mbrojtje të Monumenteve Historike dhe organeve tjera shtetërore të Kosovës. Kosova ndodhet në pjesën qendrore të gazrishut ballkanik. Ka pozitë të mirë gjeografike, ndërtimi gjeologjik, reliefi, kushtet klimatike, hidrografia dhe llojshmëria biologjike janë karakteristikat të veçanta të territorit të Kosovës. Në Kosovë janë krijuar forma të shumta reliefi si përfaqësor dhe nëntoksor ku më të rëndësishmit janë shpellat. Shpellat janë hapësirat e zgjatura nëntoksore në forma kanalesh të tegzura me zgjerim të ndryshëm dhe shtrirje horizontale, krijimi i korridoreve nëntoksore. Faktori kryesor është uji që bie
në pjesën nën-toksore. Janë edhe shirat, është edhe deti, edhe brek deti ka, pra ndaj edhe janë erozionet kur bën, aty formojnë shpellat. Shpellat kemi shpella të langta, thata, horizontale dhe vertikale. Lumbardi 5, gryka e rrugës, është një gryk me bukur dhe me atraktive në Kosovë. Me 1985 është pa monument i natyrës, me rëndësi hidrogeomorfologjike me sipërfaqe 4301 hektar, është një ndër zonat me vlera të veçanta natyrore. Prezanton bukurinë peizazhe, geodiversitetit, si edhe karakteristikë hidrologjike që rrallë mund të gjene. Kjo shpellë ndodhet në kilometrin e 8 të krykës e Rrugovës, në anën e gjatë rreth 90 metra shtratit e lumit të bardhë të Pejës. Gjatësia e horizonteve është mbi 13 metra. Ndër shpellat më të mëdha të Kosovës e kryuar në Shkambit, tira sikut nga rjedha hujore. Në mrëndin e shpellës gjindin disa lumej dhe liqene. Nën toksore paraqesin të gjitha llojet stalive, shpellore. Posedon vlera të rralla natyrore, shkencore, edukative, arsimore, turistike dhe është një ndër objektet më të rëndësishme për realizimin e ekspeditave kulumtuese dhe turistike në masimin e bjeshve të Nemna. Shpella Radasit gjendet afër fshatit Radas, pranë burimit të Drinit të Bardh, 11 km larg qytetit të Pejës. Pranë rrugës që shkon Pejë-Rozhaj, gjendet në pjesën verilindore të vargmaleve të alfave shqiptare, bjeshve të Nemna. Formimi i saj lidhet me erozionet dhe punën kimike të ujrave nën-toksore që të Drinit të Bardh. Kanjoni Drinit të Bardh në rrjedhën e mesme të Drinit të Bardh është fenomen morfohidrik me vlera gjenetike, vizuale dhe edukative, është krijuar në periudhën post-lakustrike të liçenit neogjen të Dukagjinit. Përshkon pjesën perëndimore të Kosovës, rrafshin e Dukagjinit, buron rreth malit të Ruselis, nga gurra shpellës të Radasit, 586 metra lartësi mbi detare, krijon ujvarjen e bukur me gjatësi 25 metra, që është ujvarja më e madhe në Kosovë, afër qytetit të Kukësit, bashkohet me Drinin e Zi dhe jep dritë Shqipërisë. Lidh pra Kosovën me Shqipërinë me një gjatësi burimit 30 metra katror ujë në sekond, sipërfaqja e umbledhësit të Drinit të Bardh në Kosovë është 4265 km². Drini gjarpron që 122 km në për Kosovë, pra lidh Shqipërinë me Kosovën. Me vetëm lërë, lumën e bardhë të Pejës, lumën e bardhë të Deçanit, Erenikur, lumën e bardhë Prizrenit, edhe
ujra tjera që gravitojnë dhe derdhen në drinin e bardhë. Lumi i bardhë është shpallë monument natyror me rëndësitë e veçantë hidromorfologjike dhe historike në vitin 1886 është marrë në mbrojtjen e monumenteve natyrore. Në bazë përmbajtjes së natyrës ja ku kushtuj vjerë shkurt drini i bardhë. Lumi i drinit e bardhë burgan nga Alpet shqiptare, kanjoni i këtij lumi ka pamje madhështore. Shpella e bukur e Radocit, ujëvarja e drinit e bardhë është në bjeshket e nemërna dhe hidrocentrali i saj është kjo zonë e madhe malore me pejzazhe të bukura shkambore. Shpella e Radocit është atraktive me bukuritë e rradha natyrore. Shpellë e bukur e Radocit është tokë shkambore në zemrën e saj buron drini i bardhë në bukuritë e rradhë natyrore. Faleminderit. Që ujëvarja e drinit e bardhë kjo është me në gjatësi 25 metra ndër ujëvaret më të gjata në Kosovë. Që ngryke e madhe, ngryke në rëgohë shpella, mbrëndësia shpellës. Përsëri dhe këto janë, është mbrëndësia shpellës. Edhe kjo është mbrëndësia shpellës. Shpella e Radocit gjinet afër burimit të drinit e bardhë dhe nuk kanë buhë luptimin në thellësinë e saj, pra ajo ka kristale, ka lumej, ka liqenë tonë, para lufte ka qenë një pjesë e saj elektrifikume, tash ku kush po kujdeset për ta. Pra dhe kjo ka vlerë kulturore, shkencore, arsimore e të tjera. Që pra mbrëndësia e që faleminderit për vëmendjen, ndërsa pak e qova gjatë, po mundova edhe me bëreshtë në drejtë. Një herë, ju boft mirë, hajde për e qojë. Gjithë u boft mirë. Alloj për njëve së ndashim me qojë dhe që në mërzite. E qojë në shtim atë. Atjo këti gjekë shkafë. E qojë, për du të dërvish për e mërë shkafë. Po një, s'ka gjuhë, jo. Nuk ka. Po të nuk mora 30 besu nuk do në kjesë me pëse.
Speciali, non per Rocky di siamo alla metà di riti, di Zoerman her komen. Drini bar, unë në shtrejt, unë në shajt, e zonë për gjyë, jënë dy shkambi, është një superfoqe, prej 199 hektarë, me një gjatësi 70 metra, prandaj është vend atraktiv, që gjatë stinës e verës, edhe Gjakovarët, edhe njerë nga barë Kosova, vinë qadra aty, ka dhe villat, ngrituna prej truni, edhe e bojnë si turistët. Njerë, ekspeditat që e kanë vizitue, që dy shkambit, edhe nanën e Munjof Majt, edhe nanën e Gjath, i kanë pakzue me emnin Skenderbeu dhe Shqiponia Shqiptare. Faleminderit. Me kaq kjo darë gjatareske e shoqat në gjatarë Ardi Musulmonaj këtë ditë përfundon edhe ju faleminderit për punën, aktivitetin sportiv që e keni zhvillue sot. Natën e mirë u pafshim. Edhe shumë të javë për të nërgjën të përnë, në kujtë që po pasun të javë atje. Nemen kryetarit, kryesisë dhe nemen gjithë juve që jeni prezent këtu. E përshëndetim Palgojanin, i cili nesër do të nisë rrugën për Zvicër, se atje punon dhe vepron që 40 vjet radhëzi. Pra, i shprehim rrugë të marë dhe shëndet të mirë. Edhe një herë, faleminderit. Mali po shkaj ka po t'jetë këllu dhe adhim tu. Për gjithë falenderoj, që në respekt, që në po, unë që atje që 14 vjetë i baje dhe mujë dhe shka, e s'ku mund mi përgjesh, por mi u sërë, doni, për më smushë në i sen pili, kaj kostare, kaj pima për ka kohë, dhe shqepti dhe keshenë, që të në të të randë atje. A mujtë e minë rrunë që ta fjerë që të froma, kam interesën. Po të ashti, pas me ndalë, jam e pas me mujë e për më rrunë,
Po e shpëmboj pushën me mbonga dhe s'pëshin me hi shqiptar në ram. Ja e në Zvicër, se jasë të shka. Në ram s'ka mujtë me hjetë. Edhe po me t'jalli mirë, edhe të mirë si të Do të bjesë Prishtina bashkë. Ja më bjen një ku apo. Bako, da? Për ty që da? Dhe më pushoj. Ata ma e pisok që e ku. Maris. Yes. So do you go completely in the course deal I want to get it. Apo një kërë ishtu jera po fonin të zonë të është darka e fundit për këtë sezon, do me thonë për sezonin e Gjërëtis 2014-2015, jemi bashku dikun 90% gjëtarëve jemi shto sonë dhe bashkë, që jemi dalë gjatë të në vitit. E kërë kërë këtë sezon me mundime, pa mundime, me vujtje, ruju kënej, ruju anej, të i hek kesh, po suksesi është që kemë kalu mirë, s'kem pas probleme asë në teren Gjëtis, po asë gjatë levizje dhe me thonë me shku dherë të tereni Gjëtis. S'kem pas asë ekscese nëj lëndim, nëj rami, nëj diska, ju falemderit për gjithë ato për kujdesin për gjithë ka që këni bo në emën shoqat edhe në emën t'juvin personal. Kjo natë
nuk është e fundit që të bashkohem në bashkë. Inshallah, gjithë që jemi që këtu sonte dhe tjerë bashkohem në sezonin tjetër, po edhe para sezonit inshallah shihem për të mirë e për gëzimin. Ne me në bashkë shpesh edhe ne me gjithë të në musafirëve ju falenderoj për gjithë ata që këtë rrugë për fëqatën në gjithë simone e tradicionit, mirë se një ardë edhe gjuar urime. Bakabish e ka fjallën, e ka përgatit një material, edhe një dhe në të shpiti pak si shkur. Ajo puna jo ndërvet. Po që tu mjërë tirat me hosh për parë, si kreshin atë shtorë. Këtë disa. Po zafën. Dhe mirë se të ndërruar gjaftar, sonte me 25 janar të vitit 2015 jemi ka përfundojmë sezonin e lirë të gjyqtisë në kuadër të shoqatës gjaftarëve Agim Selmonaj të Veçantë. Edhe një herë, në emrin kryetarit edhe në emrin tim ju përshëndet përzamërsisht të gjithëve, përshëndes edhe disa musafirë të rinj që në kanë ardhur këtu, këtë darkë e kanë bodhe madhështore. Kështu që e përshëndesim edhe Islam Himen, i cili aktivitetin e juj në sportin që e keni zhvillue gjatë kësaj sezone gjyqtisë për vitin 2014-2015. Pra, keni merita të veçanta për arsye se gjithmonë që 15 vjetë që shemi këtu në këtë restoran, kemi dalë se bashku jemi organizue, se bashku edhe ma shumë kemi dalë për me pa natyren, më bo kontakte me natyrë se sa me vra agërsira. Edhe ajo është mase e vërtet. Pra, jeni shumë të vetëdijshëm, jeni shumë të arsimum, edhe jeni shumë të kulturum në aspektin e gjyqtisë. Dhe gjithmonë, prej datës e parë hapjes të sezonit e gjyqtisë për çdo diell jemi ardhur mund në këtë restoran edhe kemi pushu, kemi ngranë një darkë modeste gjaftareske me mjetët tona vetanake. Ajo është masë e vërtet. Unë sot kom përgatit një material të shkurt për revistën Gjaftari, e cila njërisht nuk po botohet për arsye se këtë revistë e kanë paguar gjaftarët e krejt Kosovës, botu e ka Federata Gjaftarëve e Kosovës, kështu që falenderojmë edhe pronarët e restoranit, si gjithmonë në kanë shërbyje ashtu se si kërkohet, si duhet, edhe pak i falim që kemi bo nga njëherë edhe zhurë. Nuk e mujtë bashkë në të nësi me mbaj qëtësin, por s'ka ndodhë kur mu pi dikush atë diska, pra gjithmonë jemi dalë me fëqë barësi edhe ty përshëndet një tjetërin, ty përqafuë një tjetërin, edhe gjithmonë ka shku qështu dhe presin në të ardhmen që të shkon kësisoj. Revista Gjaftari është botuar disa vjetë me radhë, kanë financuar shoqatat e gjaftarëve të Kosovës. Krye redaktor ka qenë Gjerdet Kallaba, redaktor përgjegjës Rabit Regjepi, këshilli botues Qazim Krasniqi, inxhinier Mikil Gega, Halim Çarkaxhia, Riza Hoti, Tafil Ramaj, Zef Prenda dhe Murselameti. Punëtorët nga tereni, Muharrem Kallaba, Recep Bugaçku, Ilyas Arifi, Beqir Tahirsyllaj, Ilmi Abazi, adresa e redakcisë është rruga Nazmi Gafuri, numër 18, Prishtinë. Pra, kjo gazet, kjo revist,
ka qenë një revistë që i ka informue gjatarët për Florën Faunin, i ka informue gjatarët e Kosovës, por kjo është e vetmja në trevat shqiptare dhe ka depërtuar